Ajo shtëpi që ka mysafir, ajo ka bereqet. Ajo shtëpi që ka mysafir, ajo shtëpi ka lezëtllëk. Ajo shtëpi që ka mysafir, ajo shtëpi ka rahmet Zotit. Ajo shtëpi që s'ka mysafir, e kam tregu njerë. Ato shtëpia që nuk t'hy mysafiri asnjëherë, ajo shtëpi është vorr. Ajo shtëpi është vorr, edhe pse ndoshta jetojnë njerëzit, se kërkuj s'ta viziton shtëpinë tonë. Përpara, te ne ka pas fukarallëk. Edhe këtë dina që i na kanë më fukara se sa shka ina tash. Do thonë, fukarallëki ka shku tu dopsu, edhe kanë ardhur njerëzit që kanë më tepër parë në dorë. Ama përpara kur ka pas fukarallëk, ka pas bereqet edhe lezet. Se e ka prit mysafirin. Shtëpia tona ndodh shpeshherë që jo çdo shtëpi, çdo kujt nuk ka bereqet. Ama shumica e shtëpive dërmuese janë që nuk kanë bereqet për disa arsye. Para është, domethënë lip me pat në kujdes shumë të madh që me prit mysafirin me shumë qef. Ti mund me të ardhë me mysafir në shtëpi, ama me prit mysafirin edhe me qere, ose nuk ki pat qef, ose tash e ka një fjalë të re, po vjen mysafiri pa lajmëru, domethënë disa kushte ja kena vendos ne shoqërisë tonë që mos i shko kërkujt mysafir pa lajmëru, përpara ka ardhur pa lajmëru. Sot me të ardhën çaj, me të ardhën kafe, me të ardhën një mazdar, këtë jepën punën e madhe. Para më domethënë sa është dobësu ai bereqeti në familjet e tona. Për këtë arsye, nëse doni me ditë pse ka humb bereqeti, edhe pse ka humb lezëtllëki në shtëpiat e tona, është shumë i na largu, ama shumë i na largu pi mikprytjes mysafirëve. Ajo shtëpi që ka mysafir, ajo ka bereqet. Ajo shtëpi që ka mysafir, ajo shtëpi ka lezëtllëk. Ajo shtëpi që ka mysafir, ajo shtëpi ka rahmet Zotit. Ajo shtëpi që s'ka mysafir, e kam tregu njerë. Ato shtëpia që nuk t'hy mysafiri asnjëherë, ajo shtëpi është vorr. Ajo shtëpi është vorr, edhe pse ndoshta jetojnë njerëzit, se kërkuj s'ta viziton shtëpinë tonë.